Dhe Ismaili urdhëron të familjen e tij për namaz dhe për zeqat. La ilaha illallah. Për atë arsye kanë thënë ulemaja, ai i cili urdhëron familjen e vet për namaz dhe për zeqat, ai ka mrin shkallën i ka në rrugën e pejgamberëve alayhimus salam. Është cilësu, është përshkruar me cilësitë e pejgamberëve të Zotit. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salah. Dhe urdhëron të familjen e tij me namaz. Me namaz. E qa me bo pa namaz? Kam jamajt pa namaz. Që ka thonë Allah Azza wa Jalla pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alaiha. Muhammed alaihi salatu wassalam urdhëro familjen tënde për namaz. Wastabir alaiha, dhe bë sabër ndaj namazit, edhe ndaj familjes tënde. I thuni herë çe po çona thot djali, veç kthehet 3 kratë rap. Ti tash, apo të më thotë, faljo. E një herë sabër të më bë 20, 30, 50 vjet. E jo më thonë, i kom thonë valla, faljo, pas pa falet. Jo, nuk kam mesele, ai kom thonë valla një herë 2 e 3. Do të më thonë 70 vjet, sa ti je gjallë. Qa mendove të e Resulullah, pejgamberi Zotit, dhe Allah për dërgohet, për drejtohet Muhammedit, wastabir alejha, sallallahu aleyhi wasallam, bën sabër, për veti bën sabër, verës e dimit, e ftaftën, zetën, me gjume, pa gjume, i ladhshet, krejt normale e punë. Tëna këtu situata i përjetojmë nëse njerës, plus kësajna hala me pas dërtën e familjes, po e zotni. Sepse Allah ka ngarkut, ka bo përgjes në familjes. Dhe ka thonë Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, rune vetveten tuaj dhe familjet e juaja për zjarrin e xhenemit. Çu shirun për zjarrin e xhenemit nëse nuk i urdhëron për namaz. Qysh? Wa amur ahlaka bis-salat, urdhëro familjen tënde me namaz.